më ngjan me zgjedhjet e vitit 2011, kur në përfundim të lojës KQZ e asaj kohe, por që ngjet si një pikloti me këtë të sotmen, ndryshoi rregullat e lojës, kur gara kishte përfunduar, ndërsa sot, më keq se atëherë akoma, u ndryshua arbitri i kësaj loje. Dhe kjo ndodh sa herë kur mazhoranca friksohet nga vota e popullit dhe sa herë kur ajo nuk ka kontroll mbi ndonjë pushtet caktuar, qoftë ky edhe ai pushtet që organizon zgjedhjet. Për mazhorancën është më e rëndësishme që janë pushtet se sa ardhmja europiane dhe perëndimore e Shqipërisë. Dhe kjo është një fatkeqësi, nga e cila shqiptarët do të shpëtojnë në 23 qershor me apo një komision qendror zgjedhor të pavarur. Nuk besoj se është vendi për ne përfaqësuesit, për mua juridik këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të bëjmë deklarata politike. Kemi boll vend dhe hapësira, jo 5 minuta, po me orë të tëra që nivelet ndryshme të përfaqësimit politik bëjnë deklarimet e tyre lidhur me problemet e ndryshme që mund të kenë. E parë. E dyta, nuk e gjej as pak me vend që qoftë ajo që një ditë ndodhi në tavolinën tuaj, qoftë edhe kjo që pak përpara dëgjuam, që në këtë sallë, ku është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të marrim guximin të vlerësojmë kuvendin e Shqipërisë apo vendimet e tij.